Përfundimi i muajit të Ramazanit ka shkaktuar dyndje të pushuesve kosovar në Shqipëri. Mbi 200.000 persona kanë hyrë nga dogana e Morinit në Kukës gjatë 4 ditëve të fundit. Pas një fluksi të tillë efektiv të pikës kufitare thonë se për të shmangur radhët e gjata, po punojnë me 6 sportele dhe me procedura të përshpejtuara. Edhe këtë vit Bregdeti shqiptar mbetet destinacioni kryesor i kosovarëve për të kaluar pushimet verore. Pse zgjidhni Shqipërinë për pushime? Pse është vendi junë. Po në Shqipëri ka filluar me rrit çmimet. Le të rritin na pet sa pet i kena tund. Na vel Shqipëni tjetër kanë shkojna. Pse zgjidhni Shqipërinë për të bërë pushime? është vendi jam më burr. Na jemi një popull. Pikat kufitare të qarkut të Kukësit, që nga koha e ndërtimit të rrugës së Kombit janë kthyer në portat më të mëdha hyrëse për mira shtetas kosovar, të cilët preferojnë që ditët e pushimeve t'i kalojnë në Bregdetin shqiptar. Qarku i Kukësit ka më shumë se 115 kilometër vijë kufitare me Kosovën, Maqedoninë dhe Malin e Zi.